Kerem Bürsin dhe Serena Sarikaja u takuan në vitin 2014, që nga ky takim filloi edhe historia e dashurisë së tyre, ku filluan dhe takimet e shpeshta midis njëri tjetrit. Lidhja e tyre zgjati pothuajse 5 vjet. Në atë kohë, ndarja e tyre nuk ishte as pak paqësore dhe menjëherë pas ndarjes filluan edhe skandalet midis njëri tjetrit. Arsyeja e ndarjes së aktorëve vijoi pas propozimit të martesës. Sigurisht që Serena i pranoi, por me një kusht që ata të bënin një kontratë para martesore. Nga kjo dëshira e aktores, Kerem kërkoi që ata të ndaheshin, pasi kjo gjë ishte shumë poshtëruese për të. Më vonë, të dy aktorët i lanë mosmarrveshjet dhe kërkuan që të ishin miq. Por kohët e fundit, ka lajme se të dy ishte dashuruarit dëshirojnë që t'japin fund kësaj miqësie. Si duket, ndjenjat midis tyre janë rizgjuar dhe ata dëshirojnë që të kenë një marrëdhënie romantike.